Kjo javë nisi me një punë intensive për të zvendësuar tapetin e fushës së stadiumit Flamurtari, një investim që po realizohet nga vetë klubi në kuadrën e të hyrjes në Super League të skuadrës vlonjate, një rikthim ky shumë pritur pas 5 vitesh. Presidenti Flamurtari Sinan Idrizi gjatë një interviste të dhënë KTTN për televizionin 6+1 Vlora, thotë se fusha e vjetër ishte në nivele të pranueshme, por për Superligën duhet një fushë dinjitoze. Po pra thash, do të filloj me njerë të vëmdorë në stadium, nuk është ne kishë një fushë të themi të niveleve të papranueshme, po menduam që për superioren Flamurtarit të kishte një tapet krejt i ri dhe një zhvillim krejt i ri për këtë. Në kontakt me një firmë greke që shumë e njohur për fushat të tilla sportive në Greqi, kontaktuam, erdhëm dhe filluam me njëra aktiviteti, filluam me njëra të investojmë. Presidenti Idrizi thekson se ditën e parë të nisjes së kampionatit, fusha do të jetë gati dhe skuadra do të luajë në Vlorë. Ne shpresojmë që ditën e parë të superiores kjo fushë të jetë gati dhe sportdashët vlonjat ta ndjekin Flamurtarin në Vlorë. Idrizi flet edhe për investimet e tjera që do të përfshin stadiumin Flamurtari, një kantier ndërtimi sipas tij, ndërsa pavarësisht se stadiumi i ri do të nisë të ndërtohet pas një viti, Idrizi thotë se këto ndryrje bëhen për të treguar që dinjiteti i stadiumit do të jetë siç i ka hije Flamurtarit. Paralel me këtë tashmë do të fillojmë investimin në gjithë pjesën e stadiumit, do të tek tribunat së në cep, do të bëjmë një vend takime dhe një tip shesh pushimi së bashku me një klub për grupin për tifozërin vlonjatet, për flotën kuqezi. Pjesën tjetër do të ndrymë në tribunën qendrore kur do të jetë pjesa e VIP-it do të rikonceptohet komplet e gjithë. Do të ketë në gjithë pjesën e stadiumit një investim, një lloj tjetër. Pra, në gjithë anët ne do të ndrymë në dhomat e zhveshjes, do të ndrymë në çdo lloj të kësaj strukture. Dhe pjesa tjetër është kur më thon, po pse do të ndryheni kur ky stadium do të prishet pas një viti, maksimum vite e gjysmë, sepse i bëj këto ndryrje për të treguar që dinjiteti i stadiumit Flamurtarit, ditë që do të prishet, do të jetë atij që dakon. Pra, është pjesa e dinjitetit të stadiumit. Mund të kishim shtyrë dhe një vit me këto historitë, po jo. Ne do të ndryhim për të lënë një stadium siç e ka Flamurtarit. Presidenti i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi flet edhe për investimet që janë në pritje për të nisur tek pylli i sodës, por që për momentin janë stopuar, pasi pronat në atë territor janë bllokuar nga prokuroria. Ju e dini shumë mirë që kam kohë që them, ju lutem, më jepni shansin, më jepni mundësinë të krijoj te pylli i sodës, sepse kemi problem të madh, problemin e akademisë. Kam vite që them, fatkeqësisht akoma terrenet e tjera janë sekuestër konservative nga prokuroria për disa vendosje, për disa falsifikime të tjera se këto. Unë si investitor nuk gjitot mundësinë të investoj atje. Pra them, më jepni mundësinë të investojmë atje, sepse shpesh njerëzit me të drejtë ankohen në Akademia Flamurtari, ku janë vlonjatët, ku janë këta, ku është ai, e më thet tash. Problemi është ne nuk kemi mundësi të ndryjmë atje. Jo pa të shumë mirë dhe pjesën kur bërma që të fusha re, të fusha që ndryva, që bëm dhe rrugën, në fund fare ngelëm tek hapi dytë, nuk e hodhëm do të hapin e dytë tek tereni dytë, sepse ti mund më thosh me të vërtet, me të drejtë, më the, para 6 muaj do të bëjmë dhe fushën e dytë tek pylli i sodës, ku është, unë kam nevojë për fushën e dytë, të tretë, ka nevojë Flamurtari, ka nevojë Vlora. Them gjithmonë që jemi një klub që nuk kemi fusha sportive. Fatkeqësisht, atje është një çështje që nuk di Këshilli Bashkiak se do ta zgjidhë në mënyrë më të shpejtë të mundshme, sepse nuk kemi kohë.